si të punosh në harmoni me ciklin tënd, jo kundër tij. Përqafo ritmin tënd dhe në kuptimin e plot, ec me rrjedhën. Shumica e grave e mësojnë që në adoleshencë se cikli menstrual shoqërohet me simptoma fizike dhe emocionale. Jemi të njohura me sindromën paramenstruale, që shpesh lidhet me dhimbjet karakteristike të barkut dhe ndryshimet e humorit që e shoqërojnë. Por ndonse jemi të vetëdijshme për ndryshimet që ndodhin gjatë javës famkeqe të pemësit, pak prej nesh i kushtojnë vëmendje ndikimit që cikli ka në pjesën tjetër të muajit. Merr për shembull produktivitetin. A të ka ndodhur ndonjëherë të ndjesh një shpërthim motivimi, e më pas një periudhë lodhjeje dhe mungese energjie? Rezulton se këto luhatje në produktivitet mund të lidhen me ciklin menstrual dhe ndryshimet hormonale që vijnë me të. Cikli menstrual ndikon në nivelet e energjisë dhe përqendrimit, por ka plot mënyra për të gjetur një ritëm të shëndetshëm pune, duke bashkëpunuar me ciklin tënd, jo duke e luftuar atë. Keqkuptime të zakonshme për ciklin dhe produktivitetin. Zakonisht mendojmë për ciklin ton në 2 ose 3 faza. Pjesa kur kemi menstruacione, pjesa kur nuk kemi, dhe ndoshta jemi të vetëdijshme për ovulacionin që ndodh diku në atë periudhë. Por kjo mënyrë e të menduarit është e mangët. Në të vërtetë, cikli ka 4 faza të dallueshme, të ndikuara nga ndryshime hormonale. Një tjetër keqkuptim është se pemësi duhet domosdoshmërisht të jetë i vështirë dhe i shoqëruar me luhatje të mëdha humori dhe lodhje. Shumë e shohin atë javë si të humbur, por e vërteta është se pemësi nuk ka pse të jetë negativ, nëse mësojmë të punojmë në përputhje me të, jo kundër tij. Tingëllon shumë bukur për të qenë e vërtetë. Dëgjo më tej, një këndvështrim i ri mbi ciklin. Pse kemi një kuptim kaq të mangët për ciklin ton? Dr. Alison Devine, ginekologe dhe pedagoge në Texas A Medical School, thotë se shumica e studimeve janë fokusuar vetëm te problemet e hormoneve femërore, jo te potenciali i tyre. Sipas saj, në vend që të shtypim menjëherë simptomat me hormone sintetike, duhet i mësojmë gratë për rëndësinë e ushqimit të shëndetshëm, aktivitetit fizik dhe menaxhimit të stresit për të arritur një balancë hormonale natyrale. Duke pranuar dhe kuptuar ndryshimet hormonale, ne mund t'i përdorim ato në favorin ton, edhe kur bëhet fjalë për produktivitetin. Punoni me ciklin tuaj, jo kundër tij. Gjatë 4 fazave të ciklit, ndodhin ndryshime në tru dhe në trup. 3 hormone kryesore ndikojnë në to: estrogeni, progesteroni dhe testosteroni, po edhe ai ka rol. Kur mësojmë se si ndikon secila fazë të truri, energjia dhe përqendrimi ynë, mund të planifikojmë më mirë ditët tona, duke shfrytëzuar maksimumin nga secila periudhë. Ja një përmbledhje e 4 fazave të ciklit menstrual dhe si ndikon secila në trup, humor dhe produktivitet, në mënyrë që të planifikosh më mirë javët. Një faza menstruale, dita 1-5, koha për pushim dhe reflektim. Çfarë ndodh? Fillon me ditën e parë të gjakderdhjes. Nivelet e hormoneve bien ndjeshëm, estrogeni dhe progesteroni janë në minimum. Si ndihesh? Më e lodhur, e ndjeshme emocionalisht. Mund të kesh nevojë për më shumë pushim. Koncentrimi është më i ulët. Këshilla: mos e shtyj veten fort, ngadalëso ritmin. Fokusohu në detyra më të thjeshta. Lejoje veten të bësh pushime pa ndjenja faji. 2 faza folikulare, dita 6-14, koha për ide të reja dhe energji. Çfarë ndodh? Estrogeni rritet ndjeshëm, trupi përgatitet për ovulacion. Kjo është faza më e lehtë fizikisht dhe emocionalisht. Si ndihesh? Niveli i energjisë rritet. Më e përqendruar dhe më kreative. Humori është më i qëndrueshëm. Këshilla: planifiko detyra të rëndësishme ose sfiduese në këtë fazë. Fillimet e reja, idet kreative dhe takimet janë më të lehta për të menaxhuar. Puno në plane afatgjata. 3. Faza ovulatore. Rreth ditës 14, koha për lidhje dhe komunikim. Çfarë ndodh? Piku i estrogenit dhe një rritje e lehtë e testosteronit. Trupi është në maksimumin e tij për energji dhe vetbesim. Si ndihesh? Shumë energji dhe qartësi mendore. Më e shoqërueshme dhe komunikative. Libidos më e lartë. Këshilla: koha ideale për takime, prezantime dhe bashkëpunime. Merr vendime të rëndësishme. Shfrytëzo energjinë për të përfunduar projekte. 4. Faza luteale. Dita 15-28, koha për përqendrim të brendshëm. Çfarë ndodh? Progesteroni rritet, estrogeni bie. Nëse nuk ka ndodhur shtatzëni, hormonet bien për të nisur një cikël të ri. Si ndihesh? Mund të përjetosh lodhje, nervozizëm, ndjeshmëri. Fokus më i brendshëm dhe introspektiv.
Dëshira për t'u tërhequr pak nga shoqëria. Këshilla. Përfundo detyra që ke nisur, fokusohu në detaje. Kujdesu për veten dhe bëj pushime të planifikuara. Bëj aktivitete të qeta si journaling, yoga apo lexime. Këshillë e përgjithshme. Në vend që të luftosh me ndryshimet e humorit dhe energjisë, fillo të planifikosh sipas ciklit, një formë fuqizimi që e kthen ritmin biologjik në aleat, jo pengesë.